Prokuroria e Përgjithshme ka njoftuar regjistrimin e 44 kallëzimeve penale që kanë të bëjnë me krimet zgjedhore për disa vepra penale që parashikon kodi në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe fushatën elektorale. Nga këto 9 prej regjistrimeve janë bërë nga SPAK, 19 prej policisë gjyqësore apo policisë, 2 nga qytetarët, 6 nga partitë politike dhe 8 të tjera janë nisur kryesisht. Organi qendror i akuzës shpjegon edhe hartën e shpërndarjes së këtyre denoncimeve dhe regjistrimeve penale. Sipas të dhënave zyrtare, 2 prej këtyre denoncimeve i përkasin edhe qarkut të Shkodrës. Nga kallëzimet e kryera janë regjistruar gjithsej 20 procedime penale për veprat parashikuara nga nenet përkatëse të kodit penal. Në prokurorim pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Shkodër janë regjistruar 2 procedime për veprat penale të parashikuara nga nenet 328 fraksion A dhe B të kodit penal. Janë nenet që përcaktojnë rastet kur punonjës të administratës janë detyruar të marrin pjesë në takime elektorale kundër vullnetit të tyre apo në nkanosjen e përdorimit të masave administrative. Gjithashtu edhe pjesëmarrje e nxënësve apo punonjësve të arsimit në aktivitete elektoral, si dhe dhënje parash apo ofrim premtim për vend pune kundrejt votës. Me afrimin e 11 maj ditës së zgjedhjeve, organet e drejtësisë do të intensifikojnë punën për të monitoruar procesin dhe për të goditur çdo paligjshmëri, thuhet në njoftimin e prokurorisë.